A mendon se ishte zgjedhje ime? Unë u prezantova nëpërmjet një klipi që lidhej me Stelinën dhe me Kesin. Tani unë kam marrë për Rinën. Unë kam marrë për Rinën, nuk flas në asnjë moment. Nuk e keni Ojina, si kalove për putën? Sa tregoj? Ojina, pse kështu? Sta them. Ojina, pse këtë? Sta them. Ti hyra atje, Ina dhe the. Ato janë këtu prej meje sepse do kishin ngelur vetëm një çifti për putën. Ti sa ku e kishe mundin ta rregulloje vetë? E mendoj akoma. Mojti, apo do të them ti do të kishe patën çiftir nuk ishin për ty maksimumin në shtëpi. Ti vendose që ti mshosh muhabetin. Si ta rregulloj? Ti mos ta Po më erdhi një mundësi jetë, pse mos ta shfrytzoje? Moj patjetër, po s'do të kishe folën as një sekond tu për atë, nëse ti nuk duhet të bëj ata dhe ti e di shumë mirë erdhën të tilla që mua më duhet ta bëj asnjë. Nuk përgjigje. Po duhet me apo duhet se kur rreshtoheni gjithë aty edhe ma mundoni unë do i kthej përgjigjen time tjetër për biznesin tim. Për biznesin tim. Unë kam përgjigje. Unë kam përgjigje. Unë kam përgjigje. Unë kam përgjigje. Po tash se kur hyre këtu, që unë këtu nuk kam marrë për përputhen. Pse ti po flet 3 ditë për përputhen? Sepse më pyetët. Po pra sot kishte përgjigje. Jo, ti për treguar anën tënde tjetër do të kishte kthy fare përgjigje për përputhen. Po ajo është gjëja që ju ndoshta kjo ka levertis të mbash. Ju kishte dëgjuar për mua kur unë akoma nuk kisha hyrë këtu. Jo, por ti ka dëgjuar një Shqipëri e tërë. Vajza, Didilja saj vajza, Verdi kjo. Një Shqipëri e tërë ka dëgjuar për ty. Edhe për ditën e tatë. S'kem dëgjuar ne? Po pra, neve e dëgjuam këtu, po shqiptarët dhe publiku. Jemi mirë, po ta nuk e kishin fare për putë. Për këto ishin, nëse ti ke dëgjuar ishin këto që më pyetën mua. Nuk e kemi parë ne i trego pak që të merremi vesh. Po, ale unë tregova historinë. Shumë mirë bëre. Dhe ti thua, nuk kam marrë këtë. Ti thua, nuk kam marrë këtu për Kesin, po ulesh këtë darka dhe thua, çoj Kesin çik për zotë, e di unë që ai do. Po ti Kesin ke o got, ti vazhdon. Kesi është akuaruar, ti kujdesesh ti për Kesin. Kujdes unë për Kesin. Unë kujdesem për Kesin. Unë jam kujdesur për Kesin, pas asaj thotë që Kesin njerëzore mi ti çosh për të ngrënë. Njerëzore. Po ku ka njerëzore? Ku ka njerëzore ku Kesi ke unë? Po tallesh ti? Po tallesh ti? Po mos e bëj mos mirë. Igor Ina tash më tregon mua mirënjohje. Po se bash mos mirënjohse. Ai është mos mirënjohse. Ai është mos mirënjohse sa Stelina do të këtu. Ti për të ngrënë Stelina ke ngrënë. Ka pyetur gjithmonë aktuar. E mbajti në shtëpi se do dinte që ditën e dytë ai pa fytyra që është aty ka akvariumi. Ky e mbajti. Dhe sot i thot një gjë që edhe po t'jeni vërtet turp të ketë. Problemi juve. Turp të ketë. Ai është mirënjohse. Prej shpatllave me këti. E ka thënë, i vetmi moment që jam mirënjohës mirë është kur nuk më la të kaloj. Po mos e bëj për gabimin. I vetmi moment ka thënë, e ka pranuar veç unë jam mirënjohës mirë. Tash nuk më la të kaloj. Në konfrontim fizik. Dëgjoj pra, faleminderit që bëri një nder, po unë të. Po ta rasti çik tani. Po. Po ti ti mirë se bën fare këtë. Kujt më ja kam bë? Ti skursesh. Me kë? Te kush ke Kesi? Vetëm me mbaj njërim. Me kë? Kese ka bërë vetëm me mbaj njërim. Me kë? Kujt i ka përmendur unë gjë nga jashtë? Më thuj. Kujt? Ajo thotë që gabim, sepse nuk janë njerëz, nuk janë çastë di sa di njësoj. unë. Asnjëherë. E di sa di shumë. I nxjerra bashavash ti je. Po më thuj një gjë që kam bërë. Nuk e përdor gjithë. Po bëj me gjë. Çfarë përdor pastaj? Oj Selin. Ora thuj një gjë që kam nxjerr 25 ditë. Më thuj ja kam nxjerr njërit. E kam gjithë shtëpinë kundra. Gjithë.